Të dashur miqtë e mi, nuk e di nëse keni vënë re apo jo, pasi vendi mbeti bosh nga Ilir Meta sepse futën burg, kryeministri ka bërë traditë tani. Çdo fundjavë në podcastin e tij del dhe sulmon Spakun, gjykatat, gjykatësit. Tani e ka zënë me gjykatën kushtetuese duke thënë që nuk pati guxim të mirë të dje një vendim duke marrë peng qeverinë. Gjykata kushtetuese dje ka marrë një vendim historik. Ka marrë një vendim i cili do ndryshoi rrjellojën e drejtësisë dhe pati një guxim institucional. Kryeministri tha ka marrë peng qeverinë, tha qeverinë e kujt? Kjo nuk është qeveri shqiptare. Një qeveri nuk mund të vjedhë, nuk mund të shkatrojë qytetarët e tij. Vetëm në një vend anormal dhe me një kryeminist i cili është i sëmur mund të mendosh që Belinda Balluku është e pafajshme. Sepse kryeministri është kthyer një garant i korrupsionit, sepse është e njëjta kast ku janë zhitur që të gjithë ato lumbin, ato lucën e korrupsionit. Imagjinoni për një çast. Sikur ju, miqtë e mi, të punsoni një njeri në shtëpinë tuaj, i cili t'ju ndihmoj ose të bëj punën që ju keni kërkuar, dhe në vend që të bëj punën që ju keni kërkuar, juve ju vjedh, çfarë do bënit? Gjendja është tragjike. Kjo është ajo që po ndodh në Shqipëri. Kryeministri i Shqipërisë është i punësuar nga qytetarët, sepse paguhet me taksat e qytetarëve shqiptar, por që në vend të t'i shërbej, po i vjedh çdo ditë më tepër. Kjo është ajo që po ndodh në Shqipëri. Dhe vjedhja shkakton mungesa në ilaçe për spitale, mungesa për sa i përket një ndërtimit të një rruge, ndërtimit të një shkolle. Por ndërtohen dhe ashtu siç ka ndërtuar ai, që ka ndërtuar që janë të gjitha për të bërë nga e para sepse janë ndërtuar aq keq sa janë jo funksionale, sepse po vidhen dhe ato që po bën keq edhe më keq. Nuk mund të qeverisë një qeveri e cila është e korruptuar këtë vend. Është tragjedi kombëtare, njerëz të mi. Si mund të vazhdoj kjo qeveri të vazhdoj akoma të qeverisë një vend i cili po e vjedh çdo ditë më tepër? Dhe ajo më keqja që tha kryeministri dje, tha që shqiptarët kanë garant mua, tha, dhe qeverinë time. Garant për çfarë? Për ta vidhni akoma më shumë apo për ta vidhni më mirë se ç'po e vidhni? Është një turp kombëtar që po ndodh në Shqipëri. Dhe një njeri i cili është i sëmur mendërisht dhe ka një jetë për pushtet, e cila nuk ka të sosur, mund të ndodhi ajo që po ndodh. I cili nuk ka ndërmend të tërhiqet, sepse sipas tij, kjo qeveri është zgjedhur nga qytetarët, por zgjedhur nga qytetarët për t'i qeverisur dhe jo për t'i vjedhur dhe grabitur.